Drejt për drejt vazhdojmë të jemi non grata të gjithë, miq të dashur, megjithatë do na duhet të spostohemi pak tek një që do duhet të ishte shtylla e fundit, siç thoshte edhe Mulligjiu në Gjermani, ka ende gjykat në Berlin, por me sa duket në Tiranë nuk është ky rasti. E vërtet. Pra ajo çfarë do duhet të trajtojë në fakt si një debat juridik është një skandal i madh institucional që vjen pikërisht drejt për drejt nga institucioni që supozohet garantoj kushtetutën. Gjykata kushtetuese në kaos, miq të dashur, ndaj kemi sot një panel i cili në fakt e rikthejmë për shkak të njohjes së tyre të thellë të çështjes dhe kurioziteti lidhet me mos po humbasim edhe atë një qiçkë gjykat kushtetuese që na ka mbetur dhe do të mirëpresim në studio. Kë do të mirëpresim në studio? Do të mirëpresim zotin Petrit Vasili dhe zotin Besnik Muçe. Mirëmëngjes të dyve. Mirëmëngjes. Do fillojmë me Vasilin, sigurisht duke e nisur nga fakti që të gjithë këtë korracatën Potemkin e ka udhëhequr Bajram Begaj. Po sigurisht ne kemi pasur mundësi dhe fal studios tënde edhe emisionit tënd të diskutojmë këtë gjë. Dhe ajo që ne të gjithë kujtojmë ishte që e gjitha kjo ishte një lojë e pisë për të rrëmbim mandatesh, e kemi pasur mundësi ta konsumojmë. E tëra nuk ishte asnjë sens, as ligjor as kushtetues, pasi kushtetuta dhe ligji ishin shumë të qartë dhe shtrues. Së dyti, së treti, në momentin që ne po bisedojmë bashku është finalizimi i kësaj loje të pisët, që nuk është thjesht konflikt interesi, por është pjesë e një loje të tërë të pisët, është pikërisht ky vendim i fundit gjykatës kushtetuese, i cili është një vendim qartësisht antikushtetues, pasi ka dalë mbi kushtetutën, e ka shtrembruar kushtetutën që ka qenë shumë e qartë. Për këdo që na dëgjon, kushtetuta flet për mandatet shkurtuara vetëm për 2 gjyqtarë, ata që kanë marrë mandatin e ish gjyqtarëve të vitit që ka mbaruar në vitin 2017 dhe 2020. Në të cilët nuk është pjesë fare gjykatësia Sonila Betja, e cila ka marrë mandatin e ish gjyqtarit të Berberi, që ishte mandat që ka duar në prill vitin 2016. Kushtetuta thot qartë, 2 mandate që shkurtohen të vetmit janë 2017 dhe 2020. Këtë e ka ligji për gjykatën kushtetuese, i cili gjithashtu nuk flet për asnjë shkurtim mandati tjetër, vetëm flet për një mënyrë se si do të vazhdojë më tutje rradha e emërimeve që do ndodhin në gjykatë kushtetuese. Dhe një herë për ta kujtuar, ligji vetë gjykatës kushtetuese, këta mbi ligje bazohen apo jo? Nuk besoj që bazohen vetëm mbi çka duhet bazoheshin, jo mbi këto skenar mafioz. Thotë që kjo formulë është e vlefshme deri në vitin 2022. Dhe për ta mbyllur këtë ekspoze, është shumë e turpshme kjo që ka ndodhur. Para sepse kanë presidenti i famshëm Begaj në kërkesën e tij kërkonte interpretim për të tërë mandatet e gjykatëve kushtetuese, me saktësi se ku mbaronin. Bile kishte kaq më merak sa që kishte edhe një deklaratë përpara me cila shoqëroi letrën që ishte në gjykatë kushtetuese, ku e saktsonte që më duhen pra një interpretim për tërë mandatet. Se përse i duheshin nuk i futen, se punë dihet që ishte pjesë e pazarit dhe i halleve të veta. Por ishte shumë e qartë situata që kërkonte për gjithë. Çfarë bën këta? Këta në funksion të pazarit thanë që Sonila Betës ishkun i mbaron mandati, ja vun vulën këta, në tash ka mbaruar praktikisht mandati, edhe sa thonë që kishte ikur. Po për veten e tyre këta, pse s'vun datën edhe emrin e gjithë? Për arsye shumë e thjeshtë për teleshikuesit, se ishin pjesë e pazarit. Por që e mbyll këtë çështje është që kjo gjykatë kushtetuese është kaq paturp dhe është kaq e degraduar, sa që vetë gjykata kushtetuese e mbarshme për çështjen e votacionit e mandateve ka pasur një vendim përkatës shumë të qartë. Bile ka bërë pjesë edhe ky Sadushi që ngriti tërë këtë histori, e thoshte që në këtë situatë siç është, Kuvendi i Shqipërisë duhet të shikojë ligjin dhe të plotësojë të rregullojë ligjin. Se në ligji nuk e mbështes të këtë lloj rotacioni. Po dhe këta janë në tjetër rrethan. Dhe ligji përcakton një formulë deri në vitin 2022. Pra gjëja më e pakët që duhet bëni, nuk duhet ta merrni fare në konsiderat këtë lojë të pisë të Bajram Begës e para, dhe në rastin më të keq që e morën në konsiderat, duhet të ktheni një përgjigje shumë thjesht
që drejtohu Kuvendit të Shqipërisë, sepse ligji, kushtetuta dhe ato ligje që kemi nduar nuk ta mbështesin ty këtë lojë për rrëmbimin e mandateve. Në të kundërt, bën një punë që sot është me gjykata kushtetuese në rripamje të moral institucional, po dhe integritet juridik, besoj po përjeton ditën e saj më të shëmtuar mbas këtij vendimi. E kuptoj. Zoti Muçi, me qenë se jemi këtu nga këndvështrimi juaj, si ish antari i gjykatës kushtetuese, a ishte nevojshme kjo kërkesë e presidentit për interpretim, kur ndërkohë kushtetuta është e qartë për mandatet? Shiko, unë dua ta vazhdoj aty ku nisi Flavio. Mbreti të Prusisë nga vitet 1700 i pëlqente kodra e Potsdamit. Ishte një kodër shumë e bukur mes fushës së Potsdamit. Edhe urdhëroi varësta e vet që në këtë kodër të ngrihet një kështjell, që është kështjella e famshme e Potsdamit, për ta vazhduar atë metaforën e Flavios. Edhe kodra ishte përgjithsisht e lirë, por në cepin e kodrës ishte një mulli, që i cili është edhe sot e kësaj dite, ka pas stabilituar paktësisht. Edhe pasi e rrethojnë gjithë kodrën shërbëtorët e mbretit, shkojnë te mulli dhe i thonë që tash ne duhet ta zhvendos mulli, ta prishim sepse do të ndërtojmë kështjellën e mbretit. Ai thotë jo, s'mund ta, sepse ky mulli e kam trashëguar prej familjes time prej 200-300 vjet, dhe s'mund ta prish, s'duhet ta prish. Jo e prishim ose prishim, ne thotë atë shprehjen e famshme që ka ngelur në histori domosdoshmë. Ka gjykatë në Berlin. Tani çfarë ndodh me këtë gjykatën e Berlinit tonë? Këtu më duket e njëjta situatë. Këtë e ka kap muri Berlinit, duket është matan murit kjo. Jo, është Potsdam, është në Potsdam, e njëjta kështjell ku është bërë konferenca e Berlinit tonë. Botërore. Po, në matan murit Berlinit. Pra, çfarë ndodh me këtë kështjellën tonë, domethënë, me këtë mullirin tonë të Shqipërisë. Këtu është, më duket, ajo fabula e atij filmit të famshëm që topin e ka mund penaltin dhe jo ju. Pra, ata që kontrollojnë gjitha institucionet kushtetuese, ose ajo dorë që kontrollon gjitha institucionet kushtetuese, nuk i pëlqen mandati një antari ose një antare të gjykatës kushtetuese, as konkret mandati zonjës Betja, por me sa duket edhe mandati zonjës Toska ka hyrë në këtë lojë, e cila ata dorëheqën vitin e kaluar. Para një vite sabile, se ka në 2024 në dorëheqjen. Pra me sa duket këto dy mandata që u ishte vënë syri, të cilat duhet përfundonin, dhe duhet gjetë mekanizmi për ti ndërprerë këto mandate. Pavarësisht se ajo që ta zoti Vasile shumë e qartë dhe e thjeshtë, kushtetuta e ndryshimet e kushtetutës vitit 2016 janë shumë të qarta, lidhur me ripërtëritjen e gjykatës kushtetuese 1-3 vjet dhe me mandate të cilat janë të përkohshme dhe mandate që janë të plota. Dhe nisi kjo lojë institucionale, më duket mua. Pra nisi me kërkesën gjasme të pafajshme të Presidentit të Republikës për një interpretim, pastaj doli me një vendim gjykatës kushtetuese e cila konstatonte marrjen e mandatit një antari të saj, duket zonjë Zaçaj, por në atë vendim, në mënyrë si rastësore gjykata kushtetuese legjitimonte organet e emërtesës, që janë presidenti, kuvendi ose gjykata e lartë, që t'i kërkonin gjykatë kushtetuese konstatimin e marrjes të mandatit të antarit gjykatës kushtetuese. Se po bëj lojë fjalësh teknike, por dua ta them këtë. Pra, në mënyrë rastësore, u thotë tyre që i legjitimon, pra u jep të drejtin që nëse ato mendojnë që antarët e morën prej tyre, ose antarët e morën prej tyre u ka mbaruar mandati, atë mund të kërkojnë gjykatë kushtetuese ja mbaron mandatin filan antarit. Pavarësisht se në akte që ndodhen në të institucione, del qartë që mandatet fundonin për u caktuar. Për shembull, presidenti ka në arshivën e vet aktet e emërimit të rastisht jam unë në këtë rast, emërimit tim në vitin 2019, për mandatin e zotit Belej. Dhe në të gjitha aktet e emërimit, që nga shpallja e vakancës, vendimi marrë nga Këshilli i Emërimit drejtësi, lidhur me vakancën, me vendimi për plotësimin e kushteve dhe listimin e antarëve, në cilin unë jam listuar, dhe dekreti presidentit thonë në mënyrë të qartë që mandati është 9 vjeçar. Pra fillon në tetor të 2019 dhe mbaron tetor 2028. Nuk e lidh fare me datën e mbarimit të mandatit të zotit Belej, që është 10 prillit vitit 2016. Pra, në këto kushte, pavarësisht se kushtetuta ishte e qartë, aktet e emërimit të antarëve të gjykatës kushtetuese, në këtë rast të emërimit tim, po që mandatin e suksedoi zonja po diskutohet. Në këto raste, ishin totalisht të qarta aktet. Dhe vetëm mënyrë për ta larguar këtë antar gjykatës kushtetuese, e thënë pak fjalë, është ndërprerja e mandatit të saj. Në fakt, shiko, teorinë e ndërprerjes së mandateve kushtetuese, ne i ka mësuar shumë mirë vetingun, se procesi vetingut këtë bëri, ndërpreu mandatet e gjyqtarëve dhe prokurorëve, të cilat ishin mandate të përhershme.
Se kjo është shumë e rëndësishme për të thënë. Pra ne kemi një praktikë të konsoliduar në këtë aspekt negative natyrisht, që u ndërpresin mandatet kushtetuese të patundshme, të prershme, funksionarë publik sa herë i pëlqen institucione, nuk i pëlqen ose i pëlqen dikujt tjetër. Dhe kjo kaq e thjeshtë është kjo gjithë kjo situatë. Pastaj, mënyra se si e ka argumentuar, unë e lexova në fakt dimë, të duhet kisha lexuar vendimin, është një vendim shumë mediokër në pamje argumentit kushtetues i shumicës. Pra, unë natyrisht kam respekt për Bullgarinë, për institucionet e Bullgarisë, por natyrisht nuk është shembull i mirë që duhet marrë gjykata kushtetuese. Nga shembull nga praktika, nga jurisprudenca ose praktika ligjore e Bullgarisë. Ka praktika ne natyrisht tentojmë të shkojmë te praktikave të konsoliduara të jurisprudencës kushtetuese të vendeve perëndimore, Francës, Gjermanisë, Italisë e tjerë, por pavarësisht në këtë rast përdoret shembulli i Bullgarisë për të justifikuar vendimin. Pavarësisht se është e qartë që gjykata kushtetuese me vendim ka cënuar parimet bazë të funksionimit të shtetit ligjor, të ndërtimit gjyqësorit në shtetin demokratik. Në këtë rast gjykata kushtetuese. Ka ca momente errësire edhe te kjo historia. Si fillim njërë, vendimi i marrë në tetor të vitit kaluar, na u premtua aso kohë që do të kishte edhe ca zarfe që do shkonin drejt spakut nga ana e disa juristëve të njohur dhe eksponentëve të opozitës. Nuk e di zoti Vasili nëse ka informacion, nëse po bëheni gati për diçka të tillë dhe çfarë mund të bëj një palë tjetër e interesuar për kushtetueshmëri në këtë vend. Dhe ajo që do të dija duket sikur as në Olimp nuk është gjithçka idilike, ka dhe një vendim pakice që e rrëzon edhe vetë këtë vendimare duke treguar që në fakt fryma nuk është ajo e ligjit, po e një përplasje, e një lufte. Skandali është brenda vetë vendimit, po them një detaj tjetër shumë të rëndësishëm. Kjo është e thjeshtë për ta kuptuar edhe shqiptarët. Bëjnë disa analogjira me Bullgari, kuptohet janë analogjia të çmendura, nuk ecën gjykata kushtetuese me analogjira. Gjykata kushtetuese mi bazohet kushtetuese në ligj dhe në institucione ndërkombëtare të pranuara botërisht. Kush është një prej tyre? Është Komisioni i Venecia. Kjo gjykatë marroset në atë farë, sa në paragrafin 55 të vendimit të zbartur që ne për është objekt i bisedës sot, arrin në konkluzionin që opinioni i Komisionit Venecia, se ka një opinion Komisionit Venecia për rotacionin, që shprehet aq qartë të s'ka ku bëjmë më, dhe e quan sigurisht të panevojshëm një vazhdimin e një praktike të tillë, sepse kjo është një praktikë tranzitore për të siguruar që gjykata të mos bllokohet, pra të mos ndodhin të gjitha emërimet apo shkarkimet e IKO, gjë që është e pamundur, sepse tashmë secili është emëruar kohë ndryshme. Dhe jo vetëm ka që quan të shtërrues, se quan absolute bile, thot duhet mbretërojë, thot Komisioni i Venecias, në mënyrë absolute integriteti i plot i mandateve. Pra mandatet e plota to sigurojnë integritet gjykatës dhe bëjnë atraktiv të lloj pozicionesh. Çfarë bëjnë këta? Bullgarinë e tjerë i gjëri gjatë, me Olimpi i drejtësisë botërore Bullgaria, ndërsa opinioni i Venecias nuk mund ta marrin në konsiderat. E kuptoni apo jo? Gjykata kushtetuese refuzon Komisionin e Venecias. Por kush ishte Komisioni i Venecias? Komisioni i Venecias ishte ai komision që certifikoi në vitin 2016 edhe ndryshimet e kushtetut dhe ligjin për gjykatën ndryshimet e ligjit për gjykatën kushtetuese, të ligjit 85-77, të cilat mbi të cilat operon dy instrumentet që operon kjo gjykatë. Pra, mendoni, për këta rëndon shumë më tepër Bullgaria se Komisioni i Venecias. Pra, loja mafioze nuk pyet as për Komisionin e Venecias, mund mos pyesë ndesër as për në një analogji me gjykatën Europiane të Drejtave të Njeriut, e cila ka vendime të rëndësishme të tjera. Pra, çdo lloj shembulli mund ta marrë edhe nga Senegali, nga Afganistani, nga Burkina Faso, nga Bangladeshi, vetëm institucionet e njohura botërisht nuk ka. Dhe sigurisht, në këtë moment, ky vendim me këto elemente dhe me këtë klientelizëm, korporatizëm dhe lojrat e tjera, sigurisht do të ishte një objekt i një hetimi penal. Sepse cilat janë arsyet që e bëjnë këta antarë gjykatës kushtetuese të shkelin kushtetutën dhe ligjin e tyre në mënyrë kaq flagrante? To nuk është punë ime, është punë e këtyre njerëzve që janë të specializuar, që të gjejnë motive, të rrinë në thelluar, sepse praktikisht kur infeksion shumë i rëndë
ka zënë kokën e drejtisë shqiptare, kjo gjykata kushtetuese, atëherë tërë trupi i drejtësisë është i mbëlefshëm, është i smur dhe nuk mund të imagjinohet më drejtësi kur kjo gjykatë që vendos për Presidentin e Republikës, për ligjet e këtij vendi etj, është këtë drejtë të një integriteti mizerabël shumë herë më të ulët se të tjerët. Të thotë unë bëj si dua vetë, heq mandate, rrëmej mandate, mbaj mandate për veten time, andaj këtë asnjë nuk mund të themi gjykatë fshati, se edhe pleqësitë e fshatrave kanë qenë shumë herë më drejta dhe më objektive se sa këta. Dhe në këtë sigurisht që në këtë vend ka mjaft edhe përcetuar për të parë sepse interesa okulte të gjithë farës, ne dim që sepse loja do ta kujtojmë, për që në koherent, ishte vazhdim i lojës së filluar nga kryetari i gjykatës së lartë Koçandushi. Kjo u vazhdua nga presidenti. Tani Shoqë mund që ka një replik nëse më lejoni, Vasili. Po, me kënaqësi, patjetër që po. Po, Muçi. Dakor, është e drejtë. Ajo që unë do të theksoj është kjo, shiko, natyrisht për ta mos ta bësh shumë teknik. Po, thua, ta bëjmë pak më të thjeshtë, ja shpjegojmë njerëzve sepse u krijua ky ngërsh me artificat e veta. Po, edhe natyrisht për të theksuar disa gjëra të rëndësishme, domethënë për një audiencë më të specializuar. Ky vendim ka cënuar një nga parimet bazë funksionimit të një shteti demokratik, parimin e sigurisë juridike. Pra çfarë është parimi i sigurisë juridike? Është parimi i cilin çdo qytetar dhe institucion ka pritshmëri të caktuara nga një sjellje e caktuar institucioneve. Dhe kjo nuk ka cënuar vetëm parimin, pra më falni, cënimi i parimit nuk ka cënuar vetëm zonjë Betja, i cili është në prerë mandatin nëntëvjeçar. Por ka cënuar gjithë veprimtarinë e institucioneve të tjera shtetit shqiptar. Shiko, duhet kemi parasysh që nuk filloi sot ndërtimi i gjykatës shtetësuese sipas reformës së drejtësisë, ka dhënë 2019. Dhe janë emëruar pothuajse gjithë anëtarët e gjykatës shtetësuese gjërën periudhë. Asnjë nga institucionet e shtetit shqiptar të involvuar nga pamja kushtetuese në këtë procedurë, pra presidenti, Kuvendit i Republikës, gjykata e lartë, Këshilli me drejtësi, ose edhe gjykata kushtetuese, nuk e ka vënë ndonjëherë në diskutim që mandatet e anëtarëve të gjykatës shtetësuese janë 9 vjeçare dhe fillojnë nga momenti i emërimit deri në ditën e fundit të vitit 9 të emërimit të tyre. Dhe nuk i ka vënë asnjë diskutim asnjë institucion. Pra, dhe ne kemi akte dekreti i Presidentit të Republikës, pra i paraardhësit zotit president aktual të Republikës. Pra, të cilën ai e fshin me një dorë grisë e zhubros, sikur të jetë një akt pa vlerë. Shiko, ai është akt me natyrë të pasë ligjore dhe ai mund shfrytëzohet individualisht. Pra gjykata shtetësuese nuk mund ta ndërpresë mandatin me një akt, për mua tani. Kjo është analizë. Me një akt, me një vendim saj, kur nuk shpreh tekstualisht nëse dekreti i emërimit, emërimit tim në këtë rast, po edhe emërimi i zonjës Betja, qëndron ose jo. Se është sigur të një ligj që është aktuar në fuqinë e Republikës së Shqipërisë, ti të mos pranosh ta zbatosh. Pra krijon një normë të re kushtetuese, krijon në akte të reja me natyrë kushtetuese, një institucion që nuk i takon ta bëjë është gjykata kushtetuese. Pra e mund të shprehet për kushtetueshmërinë ose jo, të akteve. Mund të shprehet për konfliktin e kompetencave të institucioneve kushtetuese, po jo të krijojë normë kushtetuese ose të shfuqizojë një akt të pakërkuar. Sepse ka shfuqizuar një akt ligjor që dekreti i Presidentit të Republikës. Pra gjitha aktet e emërimit të zonjës Toska dhe emërimit tim po them në këtë rast, dhe pastaj më pas zonjës Betja, i ka shfuqizuar me një ndërtim lapsi. Pra, jo thjesht pritshmëritë e dy individëve që janë anëtarë, pra sigurinë juridike të dy individëve, të mandatit të dy individëve që janë anëtarë gjykatës shtetësuese, po sigurinë juridike të veprimtarisë së gjithë institucioneve shtetit shqiptar të përfshirë në këtë procedurë. Sepse asnjëri nuk ka menduar, nuk ka vënë dyshim faktin që vetëm 2 anëtarë të gjykatës shtetësuese të emëruar pas vitit 2019 kanë mandat të kufizuar. Ata i ka zgjedhur Vasili dhe i thotë merrin 117 kushtetues. Pra, nuk mundet asnjë tit janë në 5 anëtarë të gjykatës shtetësuese kur vetë kushtetuesa është e qartë. Dhe aq më shumë, dhe jemi në moment një debat teknik, s'mund të shmangim dot, gjykata kushtetuese në argumentin e saj, nëse e lexon, e mbështet vendimin jo në kushtetut, e cila do të jetë burimi kryesor i së drejtës së jurisprudencës së saj, por në ligjin organik të gjykatës kushtetuese. Pra, e lëm një anë kushtetutën dhe fut në lojë ligjin organik të gjykatës kushtetuese, por edhe ligji organik në fakt nuk e thot në prerjen e mandatit, ose nuk thot që mandatet e vitit 2016 janë të kufizuara. Pra, krijon një normë të re kushtetuese dhe ligjore, që është jashtë kompetencës, jashtë funksionit të gjykatës shtetësuese. Pastaj arsyeja është fare thjesht, arsyeja pse është bërë duhet të ndërpresim mandatin e një anëtari gjykatës shtetësuese, zonjës Betja.
s'duhet të jetë një kushtetutë një person që nuk e duam. Po, një sekundë, se këtu na del një problem tjetër. Nëse e zëm për një moment që nuk mjafton të jetë vetëm për një mandat, edhe pse vendimet ishin përgjithsisht pakicat firmosura edhe nga zonja Betja. Tani, a sjell kjo lojë një pasojë tjetër përveç skandalit që kemi dhe patates nxehtë që kemi aktualisht në dorë? A ka një pasojë, një prapa mendim kjo për një vazhdimsi të tredhur gjykatës kushtetuese ndoshta, për një rikonfigurim total, për një rotacion, për një sistem tjetër? Vasili dhe Shiko, vetëm sa për ta përfunduar. Vetëm falje, nëse mundem. Po. Ky vendim bën këtë gjë. Ky vendim e bën të cënueshëm çdo mandat antar gjykatës. Pra, kjo lojë e filluar antikushtetuese nga institucionet, si lojë kështu, lojë e lehtë, si lojë soft, pra më bëj interpretimin, pastaj në fund fare jo po më shiko mandatin e X gjyqtare, e cënon çdo mandat, cënon vetëm internin e gjykatës kushtetuese. Sepse i lejon që institucionet e emërtesës në çdo moment që janë presidenti, kuvendit dhe gjykata e lartë, në çdo moment të ndërhyjnë te mandatet antar gjykatës kushtetuese. Ti kërkojnë gjykatës kushtetuese ndërprerjen e mandatit të antar gjykatës kushtetuese. Sepse ashtu mendojnë ata, kupton? Ndërkohë që kjo është atribut kushtetues vetëm i gjykatës kushtetuese. Në lëvizje vetëm kryetari i gjykatës kushtetuese bile. S'mund kërkojë organi i emërtesës ma ndërprej mandatin e këtij antar gjykatës kushtetuese me që e kam propozuar unë për të emëruar ose e kam emëruar unë. Pra, kjo hap një lojë të tillë të rrezikshme që e bën të cënueshme në çdo moment gjykatës kushtetuese. Natyrisht në këto institucione që mund të jenë për interesa të caktuara, jo kushtetuese natyrisht. Okej, Vasili? Praktikisht gjykatën kushtetuese ky vendim e fut në kaos plot. Së dyti e vë në një varësi absolute të këtyre pushteteve tjera, të cilat janë pushtete politike. Pra, ju e kuptoni, interpretimi kërkuar qoftë janë presidenti, qoftë janë kuvendit e tjera, do e vë në mënyrë absolute kontroll politik. Të tërë këta tani janë në vend të kenë integritet fort, janë shumë vulnerabël, dhe ju e kuptoni që gjithë vendimmarrjet që do të lidhen, nuk do të kenë para merakun e ligjshmërisë të zbatimit të kushtetutës, po do kenë krijimin e një raporti të tillë që ta bëjë sa më jetë gjatë, pra të mbrojnë mandatin e tyre, të cilin duhet ta mbrotë kushtetuta se e mbron, se ka garantuar, por tani këta i bëjnë që të jenë në duar të njëjit apo tjetrit të faktorëve tjerë politik. Si e tillë, kjo humbet të gjithë soliditetin, humbet të tërë ato që bën atë për t'ju referuar, pra kushdo që mendon që në këtë gjykatë supreme krejtësisht pa anshme dhe krejtësisht pa lidhur, pa pasur sovarësira do marrë drejtësi, e bën e fut në një kaos plot. Edhe ajo përpjekje për ta ngritur pra kushtetutën, duke pasur shumë qarta kush ishin ato dy mandatet vetme që ishin të shkurtuara dhe soliditeti i pjesës tjetër dhe vazhdimësia fiziologjike të tërë dhe këto mikro arritje, në pikpamjen strukturore, jo të vendimet e saj, se gjykata kanë një përfaqe të zezë në shumë raste, por dhe nga ana strukturore praktikisht edhe këto shtylla u dërmuan. Kështu që praktikisht kemi një gjykatë kushtetuese me këtë vendim shumë të degraduar dhe praktikisht një klub pazargjish dhe asgjë më shumë. E qartë. Dakord, Vasili, dakord, Mushi, faleminderit. Faleminderit. Dimi goxha mirë tani që se kemi më as gjykatën kushtetuese edhe ata në çik non grata. Cënimi sigurisë juridike, edhe ndikimi tek besimi publik. Jo, besimi publik ka humbur këtu. Kështu që kemi besim Zot ende se mund ta humbim dhe atë ku i dihet. Mund të fillojmë një fazë të re prishjesh, kishash dhe xhamiash për shembull. Nuk është se do ishte hera parë që e bëjmë. Kështu që gjithçka mund të ndodhë. Ku ka një ka dhe dy. Megjithatë miq të dashur, është